Neziri, nesër drejt Madrid për një miqësore disi të veçantë. Vllazniu ka 14 ndaj Atletico Madrid. Sa do të vlej kjo miqësore për ekipin tuaj? Thonë drejtë jeni shumë gëzuar sepse është një punë gati 8 mujore e klubit tonë për organizuar këtë ndeshje me klubin e Atletico Madrid, një klub më të mirë në botë, sidomos me akademinë e tyre, si është në 2-3 akademitë më të mira në botë, sipas specialistëve. Do të falenderoj me thënë drejtën presidentin Xhaferi, sekretari i klubit Blendibra, drejtuesi i akademisë, si bëhet mundin me organizuar këtë ndeshje shumë të madhe, ndoshta ndeshja më e madhe e akademisë tonë. Dhe jam i bindur dhe shumë i gëzuar sepse fëmijët të lozin edhe një ndër ndeshjet më të bukura dhe një ndër akademitë më të mira. Gëzuar sepse jo gjithë sportistat mund të bëhen futbollista, mund të kenë edhe rrymë të tyre në jetën e tyre, por do ta marrin mend sepse ka lidhje me ekipet më të mirë në botë dhe kjo i shërben akademisë tonë dhe sepse është puna thashë kanë madhe sepse ata kishin nevojat e tyre për ditë për klubin tonë dhe e përshtatet klubit tyre. Por dihet sepse Vllaznia është emri më i madh në Shqipëri dhe vetëm ekip shqiptar si Vllaznia mund të përshtat këtij klubit të madh. Në aspektin sportiv, çfarë do të përfitojnë futbollistët, por edhe ju si drejtues nga ky bashkëpunim i nisur me Atletico Madrid? Me Çimin dhe me Plorin kemi qenë para një viti të ftuar në ECA dhe ishim të ftuar tek Atletico Madrid dhe aty kemi bërë fillim marrëveshjet dhe bashkëpunimin me dy klubeve. Janë me thënë drejtë në nivel tjetër, totalisht, sepse duke pas parasysh kompleksin e tyre, vetëm kompleksi i tyre ka 12 fusha dhe atë mund ta quajmë stadium, se nuk ishte kompleks. Dhe ustovicin gati 500 fëmijë në ditë dhe gjeneratet ustovitin 500 fëmijë çdo ditë dhe çdo gjë tjetë standard do të jetë e mirë organizuar. Jam i bindur sepse kjo grup mosh janë 5-6 lojtarë që janë të gjithë kombëtare. Dhe shpresojmë që ditën e mërkurë pas ndeshjes 19:30, ditën e ete kemi një seancë stërvitore dhe do të jenë gjithë pranishëm, gjithë drejtuesit dhe gjithë tani të akademisë Atletico Madrid për me pa në element që mund të shërbejnë atyne edhe ne, edhe fëmijëve. Pak kohë më parë finalja e Superkupës së Viarejgjës. Shqipëri Vllaznia dhe kjo na ndihmon shumë për me hap rrugë. Sepse po dje, si ju dini, ka një email zyrtar si ekipi Juves U11, Juventus, do të jetë i mysafirjon në Shkodër në mars për me zhvilluar një ndeshje me U11 e ekipit Vllaznia. Po ashtu në mars në Villarejo, siç e përmendëm më parë, duke pas parasysh ekipi bën një ndeshje shumë të mirë dhe jemi ftuar për U18, jemi ftuar për kampionatin botëror të U18 në Villarejo nga data 9 deri 20 mars. Në prill kemi një ftesë zyrtare nga Glasgow Rangers për ekipin e U15 dhe po ashtu me ekipin Udinezes në maj jemi ftuar me ekipin e U17 për një ndeshje zyrtare fisore në Udine dhe do të kulmojmë me U18 dhe U19 dy ekipe për në Nottingham Forest në qershor, që përsëri na ka një ftesë zyrtare. Pra jemi duke dhënë një rëndësi shumë madhe ndeshjeve ndërkombëtare, ku thash si se theksuar më përpara sistema Vllaznisë të bën më një krenar sepse çdo kush që hin për me lutë me ekipin e Shqipërisë, Vllaznia është e para që ne mundem të marr pjesë. Shërbina, një eksperiencë e bukur besoj, edhe për ju si trajner, por edhe për sportistët që drejtoni nga kjo miqësore me Atletico Madrid. Po, të them është diçka e veçantë sepse jo shumë herë vijnë këto ndeshje, qoftë edhe ne si drejtuesa, qoftë edhe për sportistat. Por unë jam mundu me folë edhe me sportistat edhe me ekipin që duhet losin futboll. Tregojmë që Vllaznia është emri i madh në Shqipëri dhe sa herë që përmendet emri Vllaznia është gjithmonë në nivel tjetër me akademi të tjera dhe shpresoj që të japin maksimumin edhe të shohin edhe fëmijët se si funksionon futbolli nëpër botë. Edhe ta shijojnë këtë ndeshje sepse nuk vjen gjithmonë, është diçka që duhet ta kenë kujtim gjithmonë. Si po përjetojnë futbollistët e Vllaznia U14 një miqësore të tillë? Të më dhejnë rrinë në pysin, sepse unë e kam pa kompleksin e e kam pa disa stërvitje të U15 e U14 të Atletico Madridit, kur ishim në qershor vjetë, dhe unë jam i mendimit që diferenca mes Atletico Madridit dhe ekipeve tjera që isha Shqipënia, si që janë ekipet shqiptare, janë thjesht fushat edhe kushtet e stërvitjes, sepse mendoj që trajningu në Shqipëni është zhvilluar shumë edhe
duhet kenë besim edhe kushte për stërvit. Por gjithsesi, unë nuk do them që do përballen atë barabartë me Atletico Madridin, por duhet kenë besim edhe ta shohin se si funksionon një akademi futbollit, siç është Atletico Madrid. Është një miqësor, por besoj që në fushë do të ketë edhe pretendime për të luajtur bukur dhe për të marrë edhe rezultate pozitive. Po, unë kam besim, të më drejtë kam besim, sepse U14 jonë është një ekip shumë i mirë, me elementa shumë mirë, edhe nëse ato përqendrohen e japin maksimumin për çdo stërvitje dhe janë durueshëm me presionin jashtë fushës, sepse presioni jashtë fushës shumë herë ndikon që sportistat mërziten edhe largohen nga futbolli, por mundohen për ditë dhe flas për ditë me ta. Dhe besoj që paraqitjen e mirë të lëmë një emër të mirë që të jenë dyrë të hapura për vllaznin që Atletico Madridi është diçka që thash vjen shumë rrallë. Të japim maksimumin të lëmë një emër të mirë që vllaznia të kenë dyrë të hapur. Suksese. Deri sot përshëndes në fund dhe prind, se ka një rëndësi shumë veçantë këtë aktivitet. Çdo aktivitet tjetër si ishin gatshëm të bashkëpunojmë me ne dhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë nga ana e klubit. Disa prind do të jenë prezent në Madrid për një këtë eksperiencë shumë të mrekullueshme. Faleminderit shumë. Faleminderit.